Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte i ftuar jon do të jetë Mentor Kikia, një njeri që në këtë tallava dhe tenxhere me presion që i thos fundi kryeministri, janë të pakët si Mentor Kikia që e kanë rujt integritetin dhe pavarësinë në analizat e tyre. Një nga këto të pakët, që janë të pakët, sa me dy gishta dore bojnë shumë, po një mendoj, është zoti Mentor Kikia dhe unë e kam përnderë sa herë që e kam studio. Përshëndetje, kënaqësi edhe për mua që t'i bashkohem herë pas here kësaj bisede të shpenguar dhe të lirshme. Padyshim ke mu janë gjithë lirshëm, po varet se nga kufizohen nga gjona tjera nga jashtë. Mentor, diskutohet shumë për opozitën. Por ajo çka po shohim, opozita vjen duke u rrudh. Pa diskutim që do të ketë diskutim për një opozit, por a është më mirë të mendojmë për një gjë të re që të kundërvihet kësaj opozite ose këtij sistemi, apo të vazhdojmë të tjerrim lesh në këtë rreth vicios të këtij tranzicioni, se s'quhet më as tranzicion, po të kësaj kanë edhe 35 vjeçare. Unë mendoj se opozita është një gjë më e madhe se sa një apo disa parti politike që përfaqësojnë atë që quhet opozita politike. Kështu që bëhej priority ndaja opozitën qytetare dhe opozitë qytetare është apo përbëhet nga çdo individ i cili nuk është dakord me atë që bën bashkia, nuk është dakord me atë që bën qeveria, është opozita mediatike e cila monitoron qeverinë, kritikon, ka ky lloj opozitarizmi ku bën pjesë shumë më tepër shqiptar se sa ata që janë të përfshirë politikisht, unë mendoj që ky lloj opozite nuk ka ardhur duke u rrudhur. Ndërsa opozitarizmi politik është tjetër gjë. Opozitarizmi politik është opozita që bën partitë politike. Edhe pse zyrtarisht këto njihen si opozit, sepse në fund këto janë apo duhet të jenë alternativat qeverisëse që nesër përmes proceseve zgjedhore do zëvendësojnë qeverinë që është në pushtet. Dhe kjo është shumë e vogël në numër se sa opozita qytetare. Dhe kur flasim për opozitën politike tani, këtu mund të diskutojmë gjatë se çfarë i mungon, a kemi opozitë qytetare, a kemi realisht? Ose shoqëri civile, siç e thonë? Përgjithsisht ne presim që opozitarizmin qytetar ta shikojmë në rrugë. Sepse shikojmë që ç'ndodh në vendet e perëndimore kur qytetarët kanë pakënaqësi, e shprehin këtë pakënaqësi përmes protestave, përmes grevave e tjerë. Në Shqipëri nuk e bëjmë këtë. Njerëzit nuk janë të gatshëm ta demonstrojnë këtë lloj opozitarizmi. Përgjithsisht e shikojmë tek qëndrimet e tyre, tek opinionet që shprehin, tek mendimet që kanë, dhe që normalisht aritmetika fundore bëhet ditën e zgjedhjeve. Aty ndahen sa mbështesin qeverinë dhe sa mbështesin një alternativë tjetër përballë qeverisë. Ja, po vinë zgjedhjet lokale. A mendon se unë mendoj që unë mendoj, nuk e di se mendoni ju, që ne prap do të sillemi në këtë rreth vicios të këtyre dy partive ose edhe atyre partive mikrobis që i ngjiten partisë opozitare. Pastaj këtu ka një diskutim. A kemi ne fuqinë për të bërë një ndryshim politik? Mjedisi politik joni është shumë modest. Kemi një shoqëri të vogël, të pa organizuar, jemi vetëm vend pa sindikata, pa klasë punëtore, edhe pse ky term mund të duket si komunist, por ndërmarrje të mëdha, kompani të mëdha që punësojnë mira njerëz, përbëjnë
edhe qelizat e organizimit shoqërisë. Në Shqipëri s'ka sindikata. Edhe 2 sindikata që janë të punonjësve shtetëror janë bërë pjesë të institucioneve. Kryetari i sindikatës e emëron ministri. Edhe imagjinoj se çfarë sindikata janë këto, siç është arsimi, shëndetësia. Por ky mjedis që përbëhet nga jo më shumë se 1.6 milion votues, është lehtësisht i monitorueshëm, lehtësisht i menaxhueshëm. Nuk ka hapësirë për të patur një numër të madh partish. Dhe këtë nuk po them që në një sistem demokratik të tjerët e kanë të ndaluar të futen në garën politike sepse kjo i përket vetëm PS-s dhe PD-s. Por historia ka treguar që 10 përpjekje të tjera kanë dështuar, edhe pse në Shqipëri janë mbi 170 parti të regjistruara dhe 65 marrin pjesë në procesin zgjedhor, por ne nuk dim të numërojmë më shumë se sa 5 sot. Dhe në zgjedhjet e fundit u dëshmua fortësisht që tre parti të reja që u futën me një ambicie shumë të madhe dhe që premtonin që do të ishin faktor i rëndësishëm në politikën e re, sërish dështuan. Ja kanë fjalën për partinë Shqipëria bëhet, Lëvizja Shqipëria bëhet, Lëvizja Bashkë, Partia Mundësia. Dhe atë indikacion që patën, që gjallën një farë shprehje këtë një, ato e humbën sa po marrun zgjedhjet sepse u sollën po si politika vjetër. U sollën po si e njëjta shkollë e politikës vjetër. Kështu që unë mendoj që jo se duhet i demotivojmë nismat e reja politike, por që duam apo s'duam ne, zgjidhja do të vi mes 2 partive tradicionale, PD-s dhe PS-s, sepse janë të vetmet parti që kanë baza shoqërore, kanë baza sociale. Ndryshimi, padyshim, mendoj që do duhet vi duke u reformuar këto parti, sepse PD-ja nuk është pronë e Sali Berishës dhe PS-ja nuk është pronë e Edi Ramës. Si do gjë zgjedhje nuk ikën. Por nëse partit reformohen, partit modernizohen, demokratizohen, atëhere ato arrin të prodhojnë rotacione, arrin të prodhojnë qarkullime leadershipi dhe krijohet frymari, krijohet me rajer. Partit tona janë bërë si ajo puseta që është mbyllur dhe nuk hapet. Mentor, të gjitha këto konstatime i ketë sakta dhe janë diskutuar shumë gjatë. Problemi është që nuk lëviz jo. Nuk lëviz jo, të shive Partinë Demokratike, rri Sali Berisha 82 vjeç me gjithë ato ngarkesa që nuk ngjallasin shpresë, nuk ka asnjë ide. Me retorikën e vitit 90, do ta rrëzojë me datën 22 Edi Ramën, do ta rrëzojë me 17 tashti, njerëzit vinë e paksohen sepse edhe tashti si e lëvizim këtë gjendje, unë mendoj që ne për një kohë edhe për një kohë nuk mund të them të shkurtër, do të vazhdojmë në këtë gjendje. Ky është një përfundim, është një deduksion, padyshim që unë bashkohem me këtë edhe pse është fatalist në një farë mënyre, por unë mendoj që pas 35 vitesh ne gjendemi në një udhkryq historik, ku mjedisi politik është përkeqësuar në raport me demokracinë e brendshme. Po ka pas më shumë demokraci edhe në Partinë Demokratike, edhe në Partinë Socialiste. Pra, ky tregues është përkeqësuar. Leadershipi politik është korruptuar, kalcifikuar, ndryshkur dhe mbi gjitha. A lidhet kjo sigurisht gjithmonë ne jemi modeli më banal, ashtu se te komunizmi ne kishim komunizmin më banal. A lidhet kjo edhe me këtë situatë politike në Perëndim dhe kundër në botë sot që ka një degradim të politikës? Ne jemi përfaqësues tipik të ballkanizmit, kur leadershipi politik sa po merr frenat e një pushteti dhe nuk ka rëndësi çfarë është kjo pushtet politik, pushtet ekonomik apo institucione më të vogla, përpiqet të prodhoj mekanizma që të zgjasë jetëgjatësinë e mbajtjes së pushtetit. Është një lloj bajraktarizmi që na karakterizon në natyrë. Dhe ne kemi demonstruar këtë më fort se çdo shoqëri tjetër. Jemi vetmi popull, i vetmi vend ku 35 vite pas rënies komunizmit nuk kemi bërë ende transfuzionin e gjeneratave politike.
ose edhe ato të rinj që kanë ardhur janë modelit vjetër sepse janë ata të rinj që kanë ardhur, ata vjetër. kanë dalë nga e njëjta shkollë dhe akoma më keq, pa formimin e duhur, por me ambicien edhe më të madhe se sa të vjetrit, në momentin kur kanë rënë në kontakt me pushtetin të cilin mund të abuzojnë, e kanë bërë këtë edhe më keq se sa të mëdhenjt. Kjo, sepse ky lloj pushteti ka prodhuar deformimin e realitetit social dhe shoqëror. Edhe s'ka sistem vlerash. Nuk ka sistem vlerash, nuk ka gare, nuk ka... nëse unë jam shefi që qeverisë sot dhe më pëlqen, apo të kam shok ti me njëherë emërohesh ministër. Në këtë vend ka njerëz që kanë firmosur për herë të parë. Njerëz pa rekorde më. Kanë firmosur për herë të parë në bordero. Nuk di ku ti referohesh. Si punë drejtori i përgjithshëm apo ministër. Për njeriu fillon dhe bën nis ke shtrimi i pllakave, pastaj bëhet drejtor ndërmarrje. Nuk mund të emërohet për një herë. Pra është deformuar kjo garë. Megjithatë, unë mendoj që pikërisht tani ne jemi në atë kapërcyllin historik. Ku dy politikan të konsumuar tashmë, të provuar dhe së të provuar, siç është Rama dhe Berisha, kanë arritur përballë një muri. Dhe në zgjedhjet e tjera pyetja është, do mandatojmë Ramën për një mandat të 5 apo do rikthejmë sërish Berishën? Unë besoj që kjo është dilema më e madhe që do kenë shumë shqiptarë. Dhe kjo ose do të reduktojë votuesin, ose do të pëlcas në një drejtim, dhe unë shpresoj që të ndodhë. Kjo e dyta, që qoftë brenda PD-s, qoftë brenda PS-s, të fillojnë të krijohen çarje që të lëkundin këtë lloj leadershipi i cili ka zënë rrënjë, është forcuar ekonomikisht dhe politikisht, dhe nuk lëshon duke i kalcifikuar partitë duke i shndruar në organizata private. Shumë bukur. Tash ju thot do të ketë një plasje diku. Spiro Pali, mendoni se është një nga këta, kur kjo, ajo që thatë ju është shumë rëndësishme, është e kalcifikuar ekonomikisht nëpërmjet korrupsionit. Siç ka qenë që në firmë, me doganat, me tjetër. Se këto janë të dukshme, nuk më ndim qefi mone. Shikon, një, e dyta, a mendon se kjo kishte më shumë hatërmbetje se u moshmene që ishte dikush, se këtu është problemi që thot ju vinë edhe pastaj i duket vete që e kanë të likshme atë. Dhe apo është një klan i brendshëm brenda PS-s. Që unë nuk e besoj as këtë. Rasti Spiro Palit vlen për të diskutuar, jo sepse Spiro Pali mund të shërbej apo të prodhoj atë shpresën e ndryshimit për cilën ne po flasim. Por sepse ndryshe nga Partia Demokratike ku për arsye objektive apo jo objektive, ajo përplasja brendshme ka shkuar deri tek hujt, varret e hekurit edhe gazi. Në PS kemi patur një parti me një unitet të çelikt, siç thuhej dikur për Partinë e Punës, dhe Befas kemi tashmë 2-3 buburrime. Po i ka pas Partia Socialiste edhe përpara, me Nanën. Po flas për epokën e Ramës. Dhe çfarë kam parë, se kam studiuar, le të themi, rastin Spiro Pali, ka një lloj entuziazmi në media që krisjen PS, çarjen PS. Më shumë stiset nga media se sa për bërë lajm se sa është e vërtet. Se nuk e ka as fuqinë Spiro Pali për filiu. Kjo ndos sepse gosipi politik është produkt që shitet. Ecën. Klikime. Spiro Pali kundër Rama, se ka ecën si lajm. Bëhen dhe emisione. Por, unë kam shpenzuar pak kohë dhe kam parë qëndrimin e njerëzve në faqet e Spiro Palit në rrjetet sociale. Ka shumë njerëz që e mbështesin dhe e shikojnë këtë si një përpjekje për të dalë kundër këtij mjedisi. Spiro Pali flet për mungesë gare, flet për servilizëm, flet për nënshtrim, flet për kontroll, flet për karrierë që bazohet mbi përulësinë ndaj liderit që në këtë rast është Rama e kështu me radhë.
Tani, pyetja që shtrohet është, a është Spiro Pali kjo figura që mund të prodhoj këtë krisjen? A është ajo njeriu që mund të nxjerrë frikën edhe ca të tjerëve aty që të mendojnë apo të flasin kundër, pasi ne dim që jo të gjithë janë dakord me ato që bën Rama në parti aq më shumë, një pushtet kaq e gjatë, lufta e bryllave, fraksionet, hasmërit, xhelozit me njëri tjetrin janë absolutisht shumë të forta. Por së pari unë mendoj që Spiro Pali duhet të sqarojë një gjë. Nëse vërtet është penduar për ato që edhe ajo ka bërë në ato parti, sepse duhet kuptojmë që Spiro Pali është kontributore e këtij mjedisi dhe këtij realiteti politik në Parti Socialiste dhe kësaj cilësie qeverisjeje, padyshim dhe korrupsionit, të cilin sot po e kritikon në mënyrë metaforike ende, sepse nuk ka akoma nga qef mbetje që u shkarkua. Apo pra është e penduar, apo është e zemëruar. Me që Rama e nxorri jashtë qeverisë. Nëse është thjesht e zemëruar, do i shkoj, do i kaloj zemërimi. Sa të mësohet pak me idenë që mund të mos jetë. Nëse do pendohet, unë mendoj që të penduarit vlejnë në çdo lloj sistemi, vlejnë në drejtësi, vlejnë edhe në politikë. I e penduar largo, hap rrugën. Pikërisht. Dhe përpiqu ta japësh kontributin tënd ashtu siç ke premtuar, që kontributi nuk jepet vetëm duke qenë pjesë e qeverisë, po jepet edhe në drejtime ndryshme. Por fillimisht thash, duhet të sqaroj këtë gjën sepse është shumë e rëndësishme të tregosh nëse ajo që po përpiqesh të bësh është materialiste apo ka të bëjë me ideale. Me ideale. Nëse ka të bëjë me ideale, nuk e di që ka një ideale në këtë vend, megjithatë, mendon edhe s'pa e marrim që është penduar edhe ka idealizëm. Mendon që ka pesh Spiro Pali të krijojë një grup, një lëvizje brenda asaj partie. Shikoj, kur një parti politike ka stafin e leadershipit, një parti politike kur qëndron gjatë në pushtet, fillon dhe shndrohet në një lloj kompanie, ku pushteti politik dhe ai ekzekutiv mbi vendosen, qeveria dhe partia janë një, ku pushteti prodhon të mira materiale për gjithë, dhe në momentin kur dikush tenton të kundërvihet, fillojnë në këtë mekanizmin e rrjedhjes së informacioneve në portale që Syçi ka një hotel në Golem, pastaj ka dhe një pulari në Shëngjergj, dhe pastaj ti mendon nëse do duhet vazhdoj të përballem me herojnë politik apo të rrit mbaj këtë hotelin se mos ma marrin. Publicitet. Të Korçës, një diamant i rradh shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Mentor, kemi edhe një dalje tjetër, jo si Spiro Pali, të Erion Braçës, që ka deklaruar që do të hedhë kandidaturën për kryetar bashkie, por brenda PS-s. Pra, kjo është gjë e mirë, ai hap një garë brenda PS-s kush të marrë kryetarin e bashkisë. Dhe kjo mund të krijojë një lëvizje që mund të krijojë disa fillime të një përplasje që do të thotë një demokracie brenda partisë që partitë tona bujnë kështu. Ajo që do duhet të ndodhte në fakt ishte që kandidati për bashkinë e Tiranës, padyshim, edhe për bashkinë e Roskovecit dhe për bashkinë e Pranjasit, nuk mund të jetë emrim, të gjenerohej përmes një gare brenda partisë. Në mënyrë absolute. Por duke qenë se
këto historitë e garave brenda partisë, një kandidat, një vot, nuk kanë prodhuar demokraci, apo kanë degraduar prap thjesht që do votojmë, por do zgjedhim mentorin. Kjo nuk juhet folkloria e Berishës. Kjo nuk juhet garë. Partia Socialiste nuk i kanë ndjekur këtë. Dhe kanë qenë kompetencë ekskluzive e Edi Ramës, i cakton ai, i dekreton ai. Në rastin e Tiranës, unë mendoj që është pozitive nisma e Braçës. Qoftë edhe për ta imponuar këtë lloj gare brenda partisë. Në fund të vendosin antarët e Partisë Socialiste se kush do të jetë kandidati. Braçja në fakt në mënyrë sistematike ka qenë, le të themi, një lloj opozite brenda zëri vogël, është pak ta shumë ka qenë opozitë. Një zë ndryshe brenda opozitës. Ka qenë një zë që në fund çoku fliste ndonjëherë kundër edhe pse votonte pro. Por nuk ka mundur të dalë më shumë se saj, që gjithmonë i ka qëndruar, le të themi, besnik absolut partisë, sepse Braçja është një socialist 24 karat, kjo kur ka qenë 23-4 vjeç ka qenë në forumet drejtuese të Partisë Socialiste, dhe u kujdes që edhe këtë qasjen e re në raport me Bashkinë e Tiranës ta prezantoj si një përpjekje për të treguar guximin e tij apo vullnetin e tij për të hyrë në këtë garë, por gjithmonë brenda partisë, gjithmonë pa krijuar problematika, pa krijuar çarje, pra nuk ka absolutisht, është një tjetër gjë. Braçja nuk ka patur asnjëherë vërejtje parimore në raport me Partinë Socialiste që të mund të prekin marrëdhëniet e tij me leadershipin, me Ramën. Braçja ka ngritur zërin, pse nuk mushen gropat rrugës ke lagja atje në Tiranë, pse punohet natën ke pallati ku banon ai dhe po ndërtohesh një pallat i ri, pse për fshatarët e Divjakës nuk ka rrugë për zetorin që shkojnë në një projekt për... Dhe Braçja ka qenë një njeri që ngrinte zërin për këto, sepse në fund prodhonin dhe një lloj populizmi politik. Por gjithmonë nuk është ngritur me këtë. Nuk ka dalë asnjëherë që të thotë kjo gjëja nuk është parimore, nuk shkon, kjo nuk është demokratike, kjo nuk është. Pra, janë dy qasje të ndryshme. Spiropali po flet, thjesht po hedh ca teza shumë të kamufluar edhe të fshehura pas figurave letrare dhe metaforave për mungesën e lirisë brenda partisë. Braçja thjesht thot, unë jam një kandidat i mirë për të bërë Bashkinë e Tiranës. Tani thot që jam i vendosur ta çoj përpara. Në fund, prap vendimin për të caktuar kandidatin do ta marrë Rama, dhe Rama e ka marrë këtë vendim. Kandidati në fuqi është Ogerta Manasirliu, por nëse Braçja do të arrijë që brenda Partisë Socialiste të Tiranës të mbledh mbështetës sa nëse Rama nuk e kandidon zyrtarisht, por del si pavarur siç ka thënë, dhe mund ta rrezikojë Manasirliun, unë besoj që Rama do t'i nënshtrohet këtij vullneti, sepse Rama sado që është arrogant dhe prepotent të marrëdhënie me të vetët aty, kur vjen puna ke vota që nuk e kontrollon dot, aty ulet. Sepse e ka frikën qytetarëve, njerëzve. Dhe në këtë rast Braçja mund ta fitojë këtë betejë vetëm nëse do arrijë që të bëjë një garë brenda partisë. Të bëj për vete pjesën më të madhe të Partisë Socialiste në Tiranë. Por në këtë gjendje që jemi sot, se çdo gjë mund të ndodhë që thatë jo. Në këtë gjendje që jemi sot, me gjithë problemet e mëdha që ka Partia Socialiste me korrupsionin, me të arrestuarit, me të akuzuarit, me mungesën e demokracisë. A mendoni se prapë si zgjedhje lokale dhe zgjedhjet e ardhshme do të jetë forcë fituese? Edhe ato pulle kallëzojnë këtë gjë. E ka një bazament më të fortë. Problemi i madh në këtë vend është që zgjedhjet padyshim janë politike, por zgjedhjet vendore
nuk do duhet të ishin politike. Por zgjedhjet vendore në Shqipëri janë kaq të politizuara dhe kaq thellësisht politike sa të zgjedhjet e përgjithshme. Dhe pa kush mund të mendoj për kandidatin, po mendon kush do i fitoj, PS-ja apo PD-ja. Dhe që këtu bie vlera e kandidatit. Dhe ne kemi parë fushatat. Në përfushata ne nuk shikojmë kandidatin të artikuloj projektet dhe planet që ka për qytetin. Që do bëj këtë, do bëj këtë, do bëj këtë, dhe ti prezantoj këto projekte, jo thjesht listoj një listë premtimesh edhe kaq. Sepse të gjithë vëmendjen publike dhe mediatike e merr leadershipi politik. Dhe i drejton leadershipi politik. E gjithë kjo shndërrohet në një garë të pastër politike. Dhe në fund pastaj kujtohemi ne çfarë po bën ky kryetari në raport me kryetarin e parë. Dhe unë do doja që konkretisht për Tiranën të mund të shikoja plane që do dëshmonin Tiranën si kryeqytet afatgjat ku do shkohet pas X vitesh me këtë ritëm ndërtimesh, çfarë do bëhet me trafikun, me parkingjet, me lulishtet, çfarë do bëhet me hapësirat publike, çfarë do bëhet me lanën kur fekalet e 1 milion njerëzve rrjedhin sipërfaqe mes qytetit si qytetet e 1400-s në era ku ka në Europë. Ka një zakushi kështu vjen era që është e tmerrshme aty. Do doja që fushata për zgjedhjet vendore të shndërrohet një lloj debati për këto probleme, por për fat keq fushata për zgjedhjet vendore do jetë Rama do thot o do na zgjidhni ne apo të plakun matuf. Berisha do thot do na zgjidhni ne apo do zgjidhni tek krye hajdutin që po na pengon dhe fatkeqësisht kanë ndjekës kjo rrugë. Dhe do shkohet këtu. Tash unë besoj që nuk është fort faj ndjekësve këtu, sepse qytetarët janë atë nivel kanë. 90% e votuesve janë shumë modest në kulturë politike, në formim përgjithshëm, dhe ai rrihet ky tregu gjithë ditën, shet 5 gjona aty, edhe llogarit në fund shikon në televizor çfarë bë, na shikon ne që zimi Rama Berisha, dhe ai nesër më mënon për Rama për Berisha, pa arritur dot që të shkojë më tej. Nëse edhe hapësira publike të dominohet nga ky lloj diskutimi, ku për qytetet, se çdo qytet ka lanën e vet, çdo qytet ka problemet e veta dhe do diskutohet pikërisht për këto, do t'i imponojmë edhe kandidatëve që të vinë me projekte dhe mos vi kandidati i mazhorancës thot më votoni mua se aty është Berisha apo ti ai Berishës thot anë. 30 vjet. Mentor 35 vjet. Dhe ju preket një gjë që zgjedhjet lokale nuk duhet të jenë sikur janë zgjedhjet politike për parlamentin. Biles duhet të jenë shumë të këndshme dhe më të lira që a ka këtu dhe një munges qytetarie që ne që nuk kërkojmë llogari për komunitetin ton, për hapësirat tona. A mos jemi edhe ne si populli çik mizantropik, shohëm vetëm ata u borën e shtëpisë dhe kjo sjelldatë se kur kesh përgjegjësi komunitare krijon dhe demokracinë, se krijon debatin për këtë tavolinë e të dyve, edhe do vëmë një rregull si do jetojmë ne të dy këtu. Duket se ne si shoqëri jemi të papërgatitur. Politika, kandidatët, qoftë për deputet, qoftë për kryetar bashkie, janë po produkti kësaj shoqërie. Dhe normalisht ne karakterizohemi nga një mungesë e kulturës politike dhe demokratike, pjesë e cilës shumë e rëndësishme është pikërisht llogaridhënia. Që do të thotë, nëse ti si kryetar bashkie i fiton zgjedhjet duke bërë një premtim që do ndërtoj këtë rrugën, edhe rrugën nuk e ke ndërtuar, logjika ta do që nëse ti do rikandidosh, ti nuk do marrësh më vota ke kjo lagja. Kjo për histori mbaroi. Po çfarë bën? Kandidati, pra kryetari i bashkisë vjen dhe thotë, "Shiko, në mandatin e parë nuk e bëra, ama në këtë dytën e keni të sigurt." Populli thotë, pra po ky popull thotë që kur më vjen herën e parë është faji jot, imi. Herën e parë është joti, herën e dytë është imi që të besova. Kjo ndodh për herë tretë, për herë katërt duke ne. Edhe nuk ka si. Nuk i kërkojmë llogari edhe për arsye tjetër. Jemi çik njerëz interesaxhi të vegjël. Në fushatën për zgjedhjet e kaluara, unë pyeta një kandidate të re nga Partia Socialiste që garantonte për herë të parë, një gocë nga ato që kishte futur përmes kësaj platformës. Për kuriozitet, si e presin qytetarët një kandidat?
Po më tregonte që në çdo shtëpi ku të trokiste, të gjithë i kërkoshin ti bënte në nder. Njëri thoshte më rregullo pensionin, tjetri thoshte s'po gjej këtë letër, njëri thoshte më fut çunin punë, njëri kishte thënë pastaj që nëse ka nusje çuni thotë gjithë provimet pa marrë në shkollë, në universitet, po më rregullove provimet, gjithë votat e mia i ke ti. Asnjë nuk ka bën një kërkesë. Asnjëri thoshte një problem rruga aty apo lumi që po na merr lagjen. Apo ura që po shemet atë. Në një fshat para 2 procese zgjedhore, kandidatë një urim dhe në çdo vend ku shkonte i kërkonin punë dhe ky premtonte të gjithë do i fuste roje shkolle. Edhe unë thash ti ka thënë 100 vetëve. Deri tani tha kam caktuar 120 roja tha për shkollën e fshatit. Ata 2 do ishin, njëri turni i parë, tjetri turni i dytë. Dhe gjithë donin punë dhe ky gjithë vetëm i vend punë që ishte roja shkolle. Dhe nuk pyet asnjëri për atë problemin e madh që kishin gjithë bashkë si komunitet, po secili kërkonte të zgjidhte një gjë të vogël të vetën dhe me kaq gënjeheshin. Dalim ka ajo që nuk kemi për një jetë komunitare. Vetdia dhe kjo tregohet edhe organizimi qytetar, mungon. Kultura qytetare mungon. Dhe përpasoj rritën dhe vegjetojnë të tillë politikanë që se kanë për gjë, mashtrojnë, gënjejnë dhe pastaj harrohet kjo punë. Vjen mas 4 vjetësh ai prapë thot mimi, thot nuk eci mirë ajo punë, thot po këtë herë keni shumë të sigurt dhe njerëzit prapë besojnë. Ta për tonat thënien e famshme të Churchillit, çdo popull ka qeverinë që meriton. Jo, ajo shprehje padyshim që është universale, por në Shqipëri besoj që do duhet ta kishte origjinën si shprehje edhe pse ne nuk e kemi formuluar ne. Mentor shkurt. Pyetja fundit, lufta në Iran ka kriju një destabilitet në gjithë botën. Bllokimi i naftës, rritja e çmimit të naftës, inflacioni, plus tensione. Dje Trumpi tha që të zgjidhni vetë atë kanalin e Hormuzit. Domethënë, po i thotë që edhe NATO-s nesër mund të tërhiqen. Ç'po ndodh, dhe çfarë mund ndodhi dhe çfarë pasojash mund të kemi ne? Po Kosova aq më keq. Me ardhen e administratës së re, konkretisht me ardhen e Trumpit, normalisht që priteshin ndryshime. Dhe ndryshimi i parë ishte që Trump bllokoi menjëherë të gjithë ndihmat që qeveria amerikane shpërndante në botë përmes atij që quhet pushteti i but. USAID me 10 organizata të tjera. Dhe ka pas abuzime. Patyshim. Teza e tij, Amerika e para, në fakt u demonstrua gati me arrogancë. Shtetet e Bashkuara morën Venezuelën dhe tani po tentojnë Iranin. Për Irani nuk është Venezuela veç. Për te i kësaj, nuk është hera e parë që Shtetet e Bashkuara futën në luftra lokale, madje çdo president ka bërë luftën e tij, sepse ata kanë duan që çdo president të vërë një shenjë historinë e tij që ky ka bërë këtë luftën. Por nëse shikojmë Afganistanin, Irakun apo edhe dështimin e Sirisë, gjithsesi këto luftra kanë qenë të le të themi të justifikuara politikisht dhe publikisht si përpjekje për të eksportuar demokraci. Gjë që nuk ndodhi. Se në Afganistan megjithatë ishin talibanët dhe erdhën prapë talibanët. To janë dështime, po gjithsesi, qëllimi formal ishte ky. Trumpi nuk është kujdesur as ta marketoj këtë. Ta marketoj, po, e ka bërë. Por çfarë ndodhi? Për Venezuelën tha, do shkojnë të marrim naftë. Domethënë, atje në një vend ka dalë ca naftë tepër, ai nuk na e jep, po ne do shkojmë ta marrim. Shkoi dhe e mori. Qeveria e re venezuelane pranoi para 2 ditësh. Nuk është vetëm kjo, mendoj që është edhe për raportin me Kinën, se Kina janë 70% e merrte nga Irani dhe Venezuela. Pikërisht pra, po kontrollon burimet energjetike në nivel global përmes dhunës. Tani është përplasja në Iran. Ku sërish është rivendosja e rregullave të reja të kontrollit mbi burimet energjetike. Tani çfarë ka ndodhur?
sërish tha që nuk është kjo hera e parë që ndodh, por pse është qarë perëndimi? Është hera e parë që perëndimi qahet në këtë pikë, sepse qartësisht të paktën Europa që është më parimore në këtë drejtim dhe jo kaq pragmatiste, nuk po pranon të bashkohet një luftë, të cilën ai e deklaron hapur që po shkojmë atje për të kontrolluar burimet e naftës. Dhe kjo ka bërë që Spanja të ndalojë përdorimin e hapësirës ajrore, Italia pas Spanjës, Gjermania, Franca, po më mbështet, Franca gjithashtu, Anglia që ka qenë aleati i padiskutueshëm, edhe në zjarr po të futesh Amerika. Për dy vende futej Amerika mrena minutit për Izraelin dhe për Anglinë. Kjo ka çuar në një prishje e raportesh të cilat ishin vendosur dhe konsoliduar prej të paktën nga marrimi i luftës së dytë, 70 dekada, shumë me marrimin e luftës së dytë botërore. Se ku do të shkoj, unë besoj që është një provë absolutisht e fortë e rezistencës së këtyre strukturave ndërkombëtare që deri tani kanë shërbyer si rregullator dhe ruajtës të ekuilibrave të brisht. Pasi nëse prishet ekuilibri diku, janë gati vatra lokale të shpërthejnë dhe që të gjitha bashkë përbëjnë një zjarr të madh që më pas është vështirë ta shuash. Faktikisht le të kapi mentor organizatën e kombeve të bashkuara, tash është bërë si një OJQ. OKB-ja është bërë një si OJQ sepse OKB-ja mbijetonte fal raportit ekskluziv me Shtetet e Bashkuara. Trumpi u tërhoq nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për shkak të 1000 problemeve dhe me të drejtë këtu. Njëri edhe këtë bordin e paqes që por shumë probleme nuk zgjidhen duke i kthyer kurrizin, duke i braktisur, por duke i korrigjuar, sepse këto struktura kanë dëshmuar që janë të nevojshme për shumë probleme me cilat përballet sot shoqëria në nivel global. Trumpizmi si rrym ku biznesi dhe pushteti politik në Washington janë mbivendosur më shumë se në çdo presidencë tjetër, në fakt ka prodhuar dhe pakanajsi të brendshme. Shumë. Që nga koha e luftës në Vietnam, nuk ka pas një protest kur qytetarët dolën në rrugë dhe ishin 7 milion njerëz. I kërkuan qeverisë të ndalonte operacionet ushtarake në Vietnam në vitet 70 të shekullit kaluar, kanë dalë sërish tashme me parullat jo luftë. Ka zëra brenda Kongresit dhe Senatit të cilët kërkojnë që të ndërpritet operacionet sepse janë me kosto të llatarshme dhe që ekonomia vendase përballet me probleme. Mediat raportojnë për rritjen e çmimeve të artikujve edhe jetike dhe të shërbimeve kështu me radhë. Pra, është një situatë që edhe për një gjigant si Amerika mund të çojë në lëkundjen e raporteve të brendshme. Por unë mendoj që ajo që është më e rëndësishme për ne këtu, se ne nuk as i zgjidhim dhe thjesht paguajmë kosto nëse do ketë. Por kostoja më e madhe për ne nuk është thjesht çmimi i naftës, edhe pse na rëndon personalisht. Në nivel kombëtar kostoja më e madhe është nëse Amerika do të cënojë apo do të zbe interesat e saj gjeostrategjike në rajonin tonë. Kjo është absolutisht më e rëndësishmja. Në Kosovë, në Bond Steel, është baza më e rëndësishme amerikane në Ballkan dhe është garancia absolute e integritetit territorial të Kosovës, por edhe e paqes në rajonin tonë. Nëse do të çorganizohet NATO apo do t'i bjerë pesha e fuqisë ushtarake dhe politike që NATO ka sot, kjo mund të frymëzojë lëvizje në rajon ku padyshim Serbia është e gatshme dhe tendencat e saj të armatosjes së re mund të shkojnë në këtë linjë. Kjo do të ishte pasaj me pasoja të rënda, por unë shpresoj dhe besoj që nuk do të shkohet deri në këtë pikë, pasi sado që lufta në Iran po prodhon të tilla kriza, të vi një moment që tashmë në fundin e luftës të mos e diktojnë
vetë ata që e nisën përmes negociatave për ta diktojnë pasojat që ajo do të prodhojë dhe rreziku që do kenë në fund politikanët e mëdhej i druhen luftrave se luftrat prodhojnë votë kundër. Okej. Për ta përmbledh, a mendoni se kjo është një krizë sistemi dhe nga një sistem për 35 vjet, unipolar, ne përshkojmë në një ndarje të re tripolare, mendojnë, ose dhe më shumë, se mos harrojmë ka peshë të madhe Kina, Rusia, India, që mund ndodhe në këto raporte të reja që mund të krijohen? Tashin, me aq sa kam lexuar dhe e njoh le të themi gjeostrategjinë, gjithçka rrotullohet rreth përpjekjeve mes dy ekonomive më të rëndësishme globale, Shtetet e Bashkuara dhe Kinës. Amerikanët kanë patur gjithmonë një objektiv, madje Henry Kissinger ka bërë një parashikim që nëse deri në 2030-ën Shtetet e Bashkuara nuk do të bëjnë një përpjekje për të frenuar Kinën, atëherë amerikanët do të shkojnë të punojnë si emigrantë në Kinë. Në 95-ën, ka të jenë një artikull, në qeshëm atëherë, në New York Times 2 faqe. Red Evil is coming, djalli kuq po vje. Dhe ajo që po ndodh është që shumë biznes amerikane po zhvendosen në Kinë. Dhe kur Trumpi erdhi në pushtet, erdhi me idenë që ata po na marrin krahun e punës, ata po na marrin vendet e punës, ata po na marrin pagat dhe ne do t'i kthejmë sërish këtu. Përplasja me Kinën është jetike për Shtetet e Bashkuara, jo thjesht se kush shet më shumë mallra, por është edhe hegemoni ekonomike, politike dhe në fund ushtarake. Administratat e mëparshme ishin përqendruar te cicmici me Tajvanin. I japin mbështetje, shpallin të pavarur ose shpallin të pavarur, i çojnë avione, Kina organizonte stërvitje, fluturonte mbi Tajvan për të treguar që nuk do të lejonte që Tajvani të shpallet shteti pavarur. Ndërkohë, Trump erdhi me dy objektiva të rinj. Kontrolli apo ndryshimi i këtyre balancave, apo mbajtja, ruajtja e hegemonisë amerikane me forcë, ndryshe nga administratat e mëparshme demokrate që përpiqeshin përmes këtij pushteti të butë të mbanin nën kontroll, por dhe këtu ishte arsyeja pse Trump u mirëprit edhe politikisht, erdhi për të shkundur burokracinë e korruptuar që ishte stazionuar ndërkohë me OKB-n në krye. Sepse kishte shkuar puna deri aty sa dyshimet tashmë të provuara janë që edhe vaksinat e Covid, edhe pandemia u sajua për të mbushur arkat e kompanive farmaceutike që farmaceutika është një nga mafjat më të mëdha të dhe përpjekjet e Trumpit për ta shkundur këtë lloj burokracie të korruptuar sa në New York, pra në OKB, aq edhe në Washington me administratën e vet Shteteve të Bashkuara, fitoi një lloj simpatie dhe pati shumë njerëz që e pritën si lajm të mirë ardhin e Trumpit në pushtet. Por kjo gjuha e forcës, ai demonstrimi me një hershëm sapo erdhi që do marrim kanalin e Panamas, dita e tretë në pushtet shkoi çik atje dhe merri kanalin, çoi zëvendës presidentin, pastaj do marrim Grenlandën. Bëri që ta shikonin më shumë se sa një udhëheqës, ta shikonin një arrogant politik që tashmë ka gjithçka në dorë dhe thotë do ndryshojmë sa gjëra në botë që kanë mbi 700 vite që funksionojnë kështu. Kjo besoj që i lëkundi edhe partneritetet tradicionale dhe nuk e di nëse Trumpi do ketë fuqi ta vazhdoj këtë lloj kursi apo do vi një moment që ti nënshtrohet logjikës elektorale brenda vendit vet dhe të kuptoj që edhe arroganca sadoj fort ti është duhet të ketë një lloj limiti. Fundi, në mendor janë midterm election, që i thonë ato, që mund të ndryshojnë raportet në Kongres dhe në Senat. Unë besoj që Trumpi ka humbur besim brenda Shteteve të Bashkuara dhe besoj që lufta me Iranin do t'ja zbe mbështetjen
Nuk di se sa mund të ndryshojnë raportet në Kongres, por Se tash i ka Kongresin, Senatin. padyshim. Sepse ishte kjo pritshmëria pra. kishin njerëzit për ta shkundur këtë, plus agjendat sociale të demokratëve me familjet, me 2 prindër, me 3 prindër, Po përdoren më shumë se që janë realitet, fakt po hajt. Këto qasje të reja thash e bën të dukej një hero edhe social. Besoj që luftrat dhe sjellja arrogante me tarifat e bën edhe çik pabesueshëm, sepse ngrihesh në mëngjes vendon se i tarif, pastaj ndarke hiqte. Po edhe me Iranin tash do të thotë do ta marr për 48 orë do të filloj luftën, pastaj tërhiqet, pastaj thotë do të marr do të pastroj gjirin e Hormuzit si e ka, dhe pastaj thotë zgjidhen i vet, domethënë kjo i ka humbë edhe një lloj kredibiliteti Amerikës. Pikërisht, ka humbje kredibilitetin dhe unë besoj që qytetarët do të reflektojnë me votën në këtë drejtim. Faleminderit.